element, asnjë faktor të arsimit të lartë. Prandaj është më rëndësishme të marrë të gjithë, në të, në projekt të gjithë, mirë. Ka qenë gjenëri që grupi punës ka qenë për e parë një grup jo politik. Do ta nuk është se është jashtë influencës dhe ndikimi politik, do ishin abstrakt dhe jo realist, por është një grup të bazuar në determinim akademik. Dhe ka punuar në mënyrë të pavarur, në një periudhë kohe, faktuar, por të paraqitur një material i cili buron nga mendimi përgjithsisht njerëzve me eksperiencë dhe background akademik. Është përpjekur grupi punës punoi larg ndikimit dhe e ka futur menjëherë shikoni draftin e parë në debatin më të madh në sistemin tonë universitar. Kjo është për të përshëndetur. Është për të përgëzuar gjithashtu që reforma e arsimit lartë synon rritje të autonomisë dhe pavarësisë, e cila është konsideruar shpesh si monopol politikë monopoli politikave, dhe shumica e reformave janë iniciuar nga grupe politike në parlament ose nga Agjencitë e Zbatimit të Ligjit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, të cilat jo në tëra rastet kanë pas kapacitetin e aftësitë akademike për të ndërtuar një sistem universitar në të vërtetë pavarur akademik. Universiteti është produkt parazitasht i matjes me tregun. Ky është një parim shumë i draftit. Tregu është parimi i bazë i draft reformës. Duhet të ekzistojë ajo që pranohet në treg. Duhet të zhduket ajo që zhduk treg. Ti parimi nevojit të përgjigjet të gjitha fushat të jetës në një shoqëri demokratike liberale. Autorët e draftit mendoj se kanë përgjithsisht kanë realizuar parimin e parafrimit me tregun dhe sfidimin me tregun. Si të shikojmë, ka prek edhe element të tjerë, edhe të akreditimit kanë fut elementet e tregut të ballafaqimit të tregut. Modeli anglosakson social ka marrë parasysh edhe parimet e Bolonjës që tashmë janë pranuar nga sistemi universitar, pra nuk do të kemi tronditje në parimin e kriterëve të Bolonjës, siç janë kreditet, sistemi 3+2+3, modeli studimeve bachelor, modeli studimeve master, profesional shkencor, sistemi i doktoratura dhe sistemi i transferimit krediteve, mobilitetit. Këto parime që janë esenciale në parimet e Bolonjës janë ruajtur. Pra kemi një përpjekje që modeli anglosakson të pranojë të notohet në adaptim edhe parimet e Bolonjës. Duke ruajtur kjo arritje që është krijuar në sistemin universitar tonë. Reforma për të shkuar drejt modelit anglosakson me parimet e Bolonjës të harmonizuara është mjaftësi e vështirë. Po, më rëndësi është parimi i dytë, që në qendër të reformës është profesori dhe studenti. Reforma synon në thelbin e vet të ngrej statusin e profesorit. Universiteti është profesori është kualiteti, profesori është garancia e kualitetit, është garancia e kualitetit studentit, është garancia e hulumtimit shkencor, është garancia e reputacionit dhe sfidimit të tregut. Po a është statusi i profesorit sot në universitete e tillë që ai të mundet të realizojë sfidën e sindënjes, të hulumtimit, kërkimit shkencor, të inovacionit dhe të kontributit në zhvillimet ekonomiko-shoqërore të vendit? Kjo është çështje shumë serioze dhe drafti përpiqet të ndryshojë përmirësoj statusin e profesorit. Po profesori, sipas autorëve të reformës, nuk është qëllim vetvete. Profesori, universiteti, logjistika, hulumtimi shkencor, gjithçka ka për mision në analisë fundit kualitetin e studentit. Produkti ynë i përbashkët jeni juve, kualiteti juaj. Dhe garancia e kualitetit tuaj është prova më e mirë për efikasitetin e universitetit. Një element tjetër i rëndësishëm është skema financimit të universiteteve. Ktu ka patur debat shumë të madh. Debati është goxha i nxehtë edhe sot e kësaj dite. Unë mendoj që ka më shumë konfuzion se sa debat. Dhe ka më shumë politicitet se sa argumente. Autorët e draftit, pas analizave që kanë bërë në vend dhe analizat krahasuese të gjendjes aspektit financiar, kanë arritur konkluzionin se nyja gordiane ose themra e akilit ose pika më dobët e sistemit tonë universitar ka qenë financimi shumë i dobët i shtetit për arsimin në përgjithësi. Gjatë viteve të tranzicionit, arsimi i lartë është financuar pak nga shteti. Konkludojnë autorët. Është financuar pak nga shoqëria, e cila ka qenë e varfër, dhe fare pak ose as pak edhe nga grupet e interesit
të komunitetit biznesit, bankave, siguracione, shoqërive tjera ekonomiko-financiare, të cilat ende se kanë arritur me kuptuar që produkti universitar është në ndihmë të kualitetit, konkurrueshmërisë dhe të efikasitetit të suksesit të biznesit të tyre. Këto ka qenë deri tani shumë lart financimit të universitetit. Referencat financiare do i konsiderohen në raport me investimet që janë bërë, në fuqinë terse, me aftësinë përballuese që ka Shqipëria, me koston e jetesës, me vlerësimin e meritokracisë, me vlerësimin e talentit studentor, me vlerësimin e stafit akademik dhe me vlerësimin e kategorive sociale me nevojë. Shteti ka patur shumë mundësi të kufizuara, shumë pak mundësi të kufizuara. Ai ka arritur të investojë as tek 2% e GDP-s, prodhimit përgjithshëm bruto të vendit, në një vlerë që vërtetet diku tek rreth 40 milion euro, që do të thotë për një numër të madh studentëve me 164.000 që ka vendi, ky financim është më i ulët në Europë dhe ka prekur drejt për drejt kualitetin e produktit tonë universitar. Ky buxhet është shumë i ulët. Autorët mendojnë se do të shkojë gradualisht nga afërsisht 2 në 3.5 të prodhimit përgjithshëm bruto. Ndoshta edhe më shumë, që të rritet investimi i shtetit vetëm një. Po shteti është vetëm një element, konkludojnë autorët. Shteti nuk është i vetmi që do të financojë buxhetin. Përveç financimit shtetëror, padyshim do ketë element tjerë të rëndësishëm në skemin e financimit, ku parashikohet financimi i shoqërisë, financimi me tarifat e studentëve, por financimi përmes granteve. Dhe elementi më i rëndësishëm do të thoja unë, është që universitetet vetë lypet të prodhojnë, të gjenerojnë financa nga burimet e tyre të volumtimeve, botimeve shkencore, konferencave, të teknologjisë dhe të adoptimit të inovacionit në vend. Në një farë mënyrë, kjo skemë që ka të bëjë me financa publike, me financa shoqërore, me financa të grupeve të interesit, por edhe me gjenerimin e financave nga vetë universitetet, do të arrijë shumë më tepër financimin e universiteteve se sa thjesht parashikimit e 3% e GDP-s së vendit. Duke kërkuar një sistem anglo-sakson dhe social, drafti vendos në qendër të vëmendjes shtetit financiar të studentëve. Dhe skema synon pikërisht të mbështet financiarisht juve, studentët. Është studenti ai që zgjedh universitetin dhe nuk do të jetë më shteti ai që do orientojë studentët financat universitare. Pra nuk do të kemi më një skemë ku buxheti shtetëror do shkojë 100% drejt universiteteve publike dhe të imponojë detyrimisht vajtën e studentëve të varfër ose studentëve që s'kan mundësi financiare drejt tyre, por shteti do ta thërmojë buxhetin në kuota, në formë bursash, gjysmë bursash dhe mbështetjes financiare dhe studentët do të marrin të kuotë nga financa publike dhe do të mund ta përdorin në atë universitet që ato dëshirojnë. Me këtë hap të rëndësishëm, jashtëzakonisht të rëndësishëm. Kjo skemë krijon mos diskriminim. Nuk do të ketë më diskriminim financiar midis universiteteve publike dhe jo publike, e konsolidon autonominë akademike të universiteteve dhe nxit konkurrueshmërinë brenda sistemit të arsimit lart. Universitetet do të jenë vetë të interesuara që të kenë reputacion në mësimdhënie, të kenë kredibilitet shkencor, të kenë imazh të mirë në treg, të kenë performancë të pëlqyer, të kenë kredibilitet dhe besueshmëri, dhe të gjithë këto do të rrisin mundësinë që studentët që do marrin kuota nga financat publike do të jenë ato që do përcaktojnë kush është universiteti më i mirë dhe nuk do të jetë shteti ai që do i orientojë ato sipas buxhetit. Pra nuk do shkojë buxheti tek universitetet publike. Buxheti do shkojë i ndarë në kuota për tërë rinin shqiptar, duke pas parasysh meritokraci, studentët të mirë dhe duke pas parasysh probleme sociale, studentët pa mundësi ekonomike. Këto dy kategori përfitojnë individualisht nga financat publike. Mënyra se si këto do ta përdorin të financët, çfarë universitetet do ta shpihen, është drejta studentit. Pra studenti fiton prioritetin e seleksionimit të universiteteve. Dhe universitetet do sfidohen në konkurrencë se kush do të sigurojë kuota më shumë nga financat publike. Kjo është element shumë i rëndësishëm. Ky eliminon diskriminimin aktual, i cili bën ndeshje në parimin të kushtetues sonë dhe lirimin drejta universale për drejtën arsimore të shtetit të Republikës së Shqipërisë. Në zbatimin e skemës financimit të dashur studentë dhe pedagog, drafti ka parasysh disa kritere themelore, që janë mësimdhënia, 1, cilësia, 2, raporti pedagog-student, aktualisht në shembull universitetet publike është një katastrofë totale, lexova sot një material nga një profesor shumë i nderuar që thoshte nga viti 92 deri vitin 2012, raporti pedagog-student ka shumë nga 1
me 1,40 ka shku në 1,84. Shikoni se çfarë shpërpjesimi asimetrik ka ndodhur. Pra investimi akademik me numrin e studentëve ka ardhur duke u larguar nga njëri tjetri. Kjo situatë do të ndryshojë me skeme financiare, do të shikohet numri i studentëve që ka universiteti. Universiteti sa më shumë që të ketë student, ai tregon se është atraktiv në treg, ai ka fitur kredibilitet dhe besueshmëri tek studentët, tek familjet, tek shoqëria. Kjo do të varet shumë nga standardet mësimore si ndjenjes, do të varet shumë nga profili i pedagogëve dhe nga performanca atyre individuale, jo vetëm brenda universitetit, por edhe jashtë universitetit, do të varet nga përpjekjet e tyre për rrugtim shkencor, për votim publik, për ballafaqim në të gjitha aspektet e zhvillimit dhe për kontributin në fushën e inovacionit, teknologjisë dhe shkencës. Pra në këtë aspekt, siç e shikoni, të dashur studentë dhe pedagogë, ndryshimi i skemës financimit të financave publike, jo drejt për drejt si buxhet fiks në universitetet publike, po si kuotë ndaj rinis, ndaj studentëve, ku mund të përfitojnë të gjithë, jep çekun financiar studentit individual, që ai të zgjedhë universitetin mbas parimit të konkurrueshmërisë të vetë institucioneve, por edhe midis studentëve, stafëve akademike në shkallën të gjithashtu. Në zbatimin e skemës së financimit, këto elementë janë shumë të rëndësishëm, sepse nxisin barazin, mos diskriminimin, konkurrencën në treg. Këto janë tre parimet themelore në skemën e financimit të paraqitur nga kolegët. Mendoj se këto elementë të parashikuara në draft janë të arsyeshëm për këtë shkaqe. Pari, mendoj se rritet burimet e financimit. Sistemi arsimor do u kalu nga 1.8 në 3.5 të GDP-s, do ketë gati dy fishën e financimit. Shteti nuk do të mund të përcaktojë monopol politik ose monopol mbi universitetet, do të lypet respektoj barazin mos diskriminimi. Nga ana tjetër, buxheti do kalojë përmes studentëve, të cilët janë ato që do përcaktojnë universitetin e preferuar të tyre dhe universitetit që mendojnë se është më efikas për kualitetin e pashë. Në këtë skemë financimi do të përfitojnë dy lloje universitetesh. Aktualisht në tregun shqiptar kemi 3 lloje universitetesh. Kemi universitete shtetërore, publike, kemi universitete jo publike. Këto të fundit, sipas grupit punës, janë të ndara në dy profile. Kemi universitete jo publike, jo filleskurse që jemi universitete fakultatike, që ta marrim vesh të gjithë. Jemi universitet jo filleskurse. Pra, jemi me të vërtet jo publik, nuk jemi shtetëror, por nuk është universitet komercial. Nuk është filleskurse. Universiteti ka ashtë hyra sa të menaxhoj aspektin akademik, mësimor, shkencor, rrugtim, votim, volontari, shkencor, kulturore, sportive, studentëve, për të investuar në inovacion, teknologji, në bibliotekë, në logjistikë. Ka çka financa një universitet jo filleskurse. Kjo kategori universitetesh do përfitojnë nga skema e financimit. Ndërsa universitetet që duan të ngelen filleskurse, se Shqipëria ka universitete filleskurse, komerciale, edhe ato do të gëzojnë drejtën e tyre. Kjo reforma nuk përjashton asnjë tip universiteti. Por këto 3 tipa do të dallohen nga skema si do financohen, do të marrin pjesë në skemën e buxhetit. Universitetet publike dhe ato jo publike, jo filleskurse siç jemi neve, do të mundemi të konkurrojmë në skemën e financimit. Varet nga performanca jonë, konkurrueshmëria jonë, kredibiliteti jonë, reputacioni jonë, gjithë të bashkë, trupës pedagogjike edhe studentore, trupës së përbashkët. Një trup akademike ka universiteti që të mund përfitojnë nga këto financa. Universitete që do profilizohen si jo universitete komerciale, pra si universitete tregtare, ato do të përjashtohen nga skema financimit, por ato janë universitete që funksionojnë në tregun e lirë. E drejta atyre për të jetuar për shpoka që drejt kushtetuese ligjore dhe akademike njëkohësisht. Por skema e financimit e tyre është nul nga pikpamja nga buxheti. Këto element të parashikuara në skemën e financimit janë shumë pozitive, në raport jepen me shumë fjale, me shumë terma, por po ja thjeshtoj për ta kuptuar më mirë. Neve i kemi paraprirë si universitet. Neve edhe vetë i kemi paraprirë si universitet, edhe që në themelim universiteti ka pas një paka shumë një vizion të tillë, dhe vetë mënyra se si jemi zhvilluar na ka shpërë në këtë profil, që jemi të shumë të balancuar nga pikpamja e hyrave dhe shpenzimeve akademike.
kemi pas sfida të fillimit, të ngresh një universitet të shëvështirë, sepse faza parë ka financim kryesisht, dhe deri tani në këtë vit universiteti kryesisht ka shpenzuar për financim, për investimet themelore që janë investime bazike, dhe që përbëjnë bazën e ngritjes së një universiteti, dhe tani çështja vjen gradualisht deri në balancimin të plotë, por duke ruajtur në çdo kohë karakterin e fëtipërës. Kjo do të jetë pjesë e debatit tonë, ne jemi pjesë e këtij profili universitar. Dhe prandaj lypet ta mbështesim reformën, edhe në aspektin e skemës financiare që paraqitet. Pika 4. Cilat janë parimet e akreditimit? Se ja të flitet shumë për këtë çështje, po termat janë ca shqip, ca anglisht, ca të përzira dhe vështirë për të kuptuar. Draft reforma parashikon akreditimin në universiteteve. Akreditimi konsiderohet dhe konceptohet si proces. Nuk është akreditimi siç është konceptuar dhe konsideruar deri tani. Si momentume të caktuara të universitetit, që akreditohesh, pastaj mas disa vitësh për riakreditohesh, pastaj jo. Ky do të jetë një proces permanent. Programet të reja do akreditohen, programet të tjera do të dalin jashtë sistemit. Për arsye se akreditimi është proces që nuk varet vetëm nga një agjenci, siç ka qenë deri tani, po akreditimi është proces që do varet nga agjencitë e akreditimit, do varet nga studentët që do shkojnë drejt universiteteve, do varet nga performanca e universiteteve, do varet nga konkurrueshmëria për të përfituar nga kuota financiare, do varet nga reputacioni dhe në analizë fundit, kush ishte parimi themelor tregu. Qoftë universiteti tregon që është i aftë, të thith financa nga burimet publike, burimet shoqërore, të gjenerojë financa vetë, atëherë do të thotë që ky është universiteti i aftë, ky konkurron në treg. Ky është akreditimi më i mirë, thonë autorët e draftës. Ç'është akreditimi? Accreditation do të thotë besueshmëri. Kush është besueshmëria më mirë? Ajo që të japin 6 antarë një agjencie akreditimi, apo ato që të japin 3 milionë e gjysmë banorë të një shoqërie të tregut të lirë? Padyshim e dyta është shumë e rëndësishme, po kjo nuk përjashton. Absolutisht përkundrazi, madje do shkojë drejt modernizimit, dhe ndërkombëtarizimit, agjencia që do të jetë parashikohet ad hoc e akreditimit të universitetit. Neve nuk kemi patur agjenci ad hoc. Ne kemi patur agjenci akademiko-tekniko-burokratike. Pavarësisht se është deklaruar e pavarur, duke qenë një grup jo ad hoc, po një grup permanent, ai është bërë në mënyrë të natyrshme pjesë e grupeve të interesit dhe ka cënuar pavarësinë akademike të universitetit. Agjencia ad hoc do të thotë ngrihet një agjenci për një universitet ose për një program caktuar. Dhe me përfundimin e saj agjencia shpërndahet dhe ngrihet një agjenci tjetër, që është një trup akademik që miraton një program ose nxjerr një program jashtë sistemit të universiteteve. Kjo është prandaj quhet proces. Është një proces permanent, është një proces që do vlerësohet jo nga një akademi, nga një agjenci e përhershme, akademiko-burokratike pranë ministrisë, por një agjenci ad hoc që do krijohet, do shkrihet sipas programeve, sipas drejtimeve, sipas fushave ku universitetet do të aplikojnë për programet e reja. Qose do aplikojmë, siç do aplikojnë shpejt për shkenca në politikën ndërkombëtare, international politics, international relations and diplomacy, patjetër që do të krijohet agjenci e posaçme ad hoc për këtë punë. Lidhen 10-15 akademik, do miratojnë programet dhe agjencia shkrihet, nuk ekziston si institucion permanent tekniko-burokratik. Është një grup akademikësh që krijohet për një program, përfundon programin, kjo i heq dorë monopolin e agjencisë të akreditimit, preferencat, korruptimin, cënimin e grupeve të interesit ose bërjen pjesë të grupeve të interesit. Pra u kuptuam, akreditimi është proces, agjencia akreditimit do të jetë agjencia ad hoc permanente që krijohet në funksion programeve të veçanta. Programet nuk do të jetë të qëndrueshme, sepse nuk janë gjithë të qëndrueshme, do të ketë variabilitet të programeve. Dhe ajo që është më rëndësishme, fundit është tregu, është numri i studentëve, kualiteti i pedagogëve, suksesi i universitetit në treg, ai që është akreditimi më i mirë dhe garantimi më i mirë i universitetit. Ky është tipik model anglosakson. Së pesti, debati është përshëndur shumë edhe për strukturat qeverisës ose për mënyrën si do qeverisën universitetit. Natyrisht kjo reformë ka shëthejë dhe modelin, s'ka se si të mos prek edhe qeverisën, mënyrën si do qeverisën universitetit. Draft reforma të nderuar pedagog dhe student parashikon një ndryshim themelor në ndërtimin dhe në funksionimin e strukturave drejtuese të universitetit. Këtu edhe debati është shumë i madh, edhe keq kuptimi duket është akoma më i madh. Në këtë pikë ka një debat të konsiderueshëm, ndiqen në televizion, rrugë dhe gazeta.
debati është nxitur pikërisht nga fakti që strukturat aktuale në tërësi sistemet tona universitare janë treguar ineficiente, jo efikase në drejtimin e institucioneve të arsimit lart përgjithsisht. Prandaj po bëhet rezistencë për të mos ndryshuar këto struktura. Kjo rezistencë nuk duket që të jetë parimore, që po bëhet në media. Nuk duket të jetë parimore, po për mendimin tim është shumë konservative, është backward, është e prapambetur, është paragjykuese dhe nuk është fare profitabile. Në thelb ndërtimi dhe funksionimi i strukturave të universiteteve mendohet që të ketë në qendër organe të tilla që nuk do të jenë vetëm qeverisëse, por do të jenë struktura që të krijojnë premisa për zgjedhje, do të kenë një përbërje shumë komplekse dhe të ruajnë gjatë tërë kohës determinimin akademik të qeverisjes. Qose në logë tonë mos flaset, po janë çështje të mirëfillta që prekin jetën tuaj, që ditët që do adaptohesh. Pra, qeverisja e universiteteve në tërësi synon që të konsiderojë krijimin e organeve të tilla që do të kenë peshë në vendimmarrje, presje, do krijojnë hapësira për mekanizmin e zgjedhjeve të parimet universitare, e treta, do kenë determinim, pra dominim të kontrollit të qeverisjes akademike i universitetet, pa dyshim që do të ketë menaxhim dhe kontroll dhe financë më transparente për universitetet. Në substancë, ky parim qeverisjes është tipik anglosakson. Ndërtimi i funksioneve dhe struktura ka të bëjë me hierarkinë piramidale që ka universiteti, me organet përbërëse të tij, në mënyrën si do zgjidhen drejtuesit e gjithë organeve në universitet, me procedurat e vendimmarrjes, me rritjen e autonomisë deri në pavarësi akademike, me krijimin e konsolidimin e standardeve të qëndrueshme, sustainable system, sisteme të qëndrueshme, me rritjen e kontrollit të kualitetit akademik dhe me rritjen e kontrollit të përdorimit të financave që të shkojnë në këtyre burime të studentit dhe të stafit akademik. Këta janë parimet themelore të krijimit të organeve të qeverisë të universitetit. Dhe këto janë e rëndësishme që ne debatojmë. Mos debatojmë për teknikalitete, do jenë 7 antar, do të jenë 13 bord, apo do bëjmë me 6 nivele, do bëjmë me 3 nivele. Jo, flitet për parime. Do kemi një qeverisje që do ketë hierarki, pra universitetet do drejtohen me hierarki, si janë institucione konservatore tradicionale, do kenë organe të përcaktuara në funksione të qarta, do përcaktohen procedura si do zgjidhen drejtuesit të universitetit, vendimmarrja dhe mënyra e vendimmarrjes, do ketë rritje të autonomisë deri pavarësi plot akademike. Do ketë krijim dhe konsolidim standardesh të qëndrueshme. Do të ketë rritje të kontrollit në përdorimin e financave për destinacion studentët dhe pedagogët. Këta janë parime shumë të rëndësishme. Dhe ne i shtesim, për arsye se mbi këtë bazë kemi funksionuar përgjithsisht. Pra është thënë me pak fjalë dhe më thjesht, të gjithë strukturat drejtuese të universiteteve do ngrihen me 4 qëllime kryesore të unifikuara. 1. Efikasitet, 2. Kontroll, 3. Transparencë, 4. Meritokraci të studentëve dhe pedagogëve. Pra, gjithë kjo zhurmë që bëhet për organet qeverisë, se jo të bëjmë, jo të bëjmë, funksionon, ka të bëjmë me 4 principe. Do kemi qeverisje efikase, apo duhet të orëm si që kemi? Pa efikasitet. 2. Do kemi kontrol më të mirë, apo do ndollaj që ndodhi këtu në universitetit qonë, që erdhin burokratët etatimeve dhe mas 3 ditë është një thyrë gjyq. Mas i bën të ratë dëmë, dhe për 3 ditë gjykatat në dha drejt. Ligjet dha drejt që ne kemi funksionuar. Dhe ata kanë shkel një parim të madh kushtetues. Do të vazhdojmë me këtë efikasitet, që të vënë dorë të tjerë të universitetet, pavarësisht nga autonomia e tyre? Jo. Atë transparenca financiare. Kjo është e rëndësishme dhe meritokracia akademike. Për këto 4 parime ndron qeverisja. Për këto 4 synime ndron qeverisja. Për realizimin e këtyre parimeve qeverisje është propozuar një skemë, që është ana teknike, po që kjo duhet debatohet, në qënë në cilëve është një bord. Në kryet universiteteve publike dhe atyre jo publike, jo federuese, siç është universiteti ynë,
do të ketë një bord. Ky bord drejtues do të jetë truri dhe koka e drejtimit të universitetit. Pse do të jetë i tillë? Për arsye se në përbërjen e tij do të ketë determinim akademik, do të ketë dominim të akademikëve, do ketë prezencë të institucioneve relevante, nëse marrin financa nga shteti në formë bursash dhe kuotash, do të ketë përfaqësues financa të shtetit. Nëse neve do të kemi akses në mbështetje publike, do ketë përfaqësues të sistemit të arsimit lartë, dhe do të ketë përfaqësues të menaxhmentit të universitetit, të investitorëve themelues të universitetit. Determinimi akademik e bën këtë bord që i tëri të shkojë drejt rritjes autonomisë dhe mase akademike. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për një universitet jo fitipur siç jemi ne, ose për universitetet publike. Të gjithë organet e tjera, Senati nominohet nga bordi, Senati zgjedh rektorin, këshillat shkencore kalojnë përmes Senatit, këshilla shkencore zgjedhin dekanin, nga dekanati strukturohet trupa mësimore akademike e departamenteve dhe zgjedhet shefi i departamentit. Tërë kalojnë përmes një strukture akademike dhe procesit demokratik të brendshëm. Kjo rrit edhe pavarësinë brenda struktura universitare, që është shumë e rëndësishme. Departamenti ka kompetencat e veta. Fakulteti, dekani ka rolin dhe funksionin e vet. Senati, si trupa akademike themelore, dhe rektori kanë rolin dhe misionin e vet. Ata kanë hierarki, por respektohet edhe autonomia e të gjitha njësive akademike dhe mësimore të universitetit. Kjo është jashtëzakonisht pozitive, se nxit çfarë? Nxit konkurrueshmëri brenda pedagogëve, brenda stafit akademik, të cilët siç konkurrojnë nesër në treg, edhe ata lytet të konkurrojnë brenda institucioneve universitare dhe sistemit universitar në përgjithësi. Këtu është kriju një konfuzion, relativisht i madh. Neve nuk kemi pse të bëjmë pjesë e këtij konfuzioni. Neve natyrisht do ta shikojmë me vëmendje derisa ky draft të shndrohet në ligj. Mendimi im është një nga pikat më dobta të tranzicionit shqiptar ka qenë se idetë për reforma kanë qenë parimore të mira, kanë qenë pozitive, progresive, moderne, po kur idetë i kthejnë nga drafte projektesh në legjislacion, neve nuk e përfyjmë mirë draft idetë në terma juridike, në kategori juridike. Pra ngelet për pas vëmendje të lartë nga pedagogët, por edhe nga studentët të universitetit ndërkombëtar, për të parë se si parimet e këtij drafti, që ky është draft projekt, raport projekt, do shndrohet në terma juridike. Sepse ky projekt nuk mund të hyjë fuqi kështu siç është. Ky do hyjë fuqi atë kur të shndrohet në ligj. Dhe ligji do ketë terma të veta juridike. Ktu është problemi që do ta ndjekim me vëmendje debatin për të parë që sa do të përputhet ky draft ose ai që do dalë si rezultat i debatit me termat juridike që do adoptohen në parlament. Ata që janë juristë e kuptojnë shumë më mirë se çdo thotë të mos e përputhësh një projekt me termat juridike. Do të thonë efikasiteti i tij zbatim mund të jetë shumë i dyshim ose të shumë i deformuar. Në përfundim do të thosha të nderuar kolegë dhe pedagogë që draft reforma universitetit është mirë jo vetëm për universitet, është mirë është drejt për Shqipërinë. Shqipëria sot përballet me të gjitha problematikat më serioze të saj të tranzicionit. Mos funksionimi i demokracisë, mungesa e sublimit të ligjit, pavarësia e institucioneve të drejtësisë, kohabitacioni i pushtetit qendror dhe vendor, sistemi ekonomik, formalizimi i sistemit ekonomik, rritja e kontrollit fiskal, rritja e financave publike, liberalizimi i tregut, diversifikimi i tij, rritja e konkurrueshmërisë, konsolidimi i standardeve. Të gjitha këto elemente që kanë prekë vazhdojnë ta prekë tranzicionin tonë. Prandaj universitetet nuk janë të shkëputur nga kjo gjë. Mënyra e suksesit për të zgjidhur të gjitha këto probleme fillon pikërisht tek universitetet. Prandaj ne mbështesim idenë e iniciativën e madhe që të kemi një sistem anglosakson në mbështetje sociale. Siç e thash fillim, është lehtë të ndërtosh një kom, por është shumë vështirë të jepësh modeli shoqëror se çfarë do të ketë ky kom. Është lehtë ndoshta të ngresh në universitet, nëse ke mundësinë financë të mbështetesh për një kohë caktuar, por është jashtëzakonisht e vështirë për ta adaptuar se çfarë modeli do të jetë universiteti yt. Ne kemi pasur një model relativisht sovjetik që ka funksionuar nga 48-a deri në vitet 90, me disa arnime të vogla të pjesëme fragmentare që u bën në vitet 84-85 në sistemin e studimeve dhe master dhe doktoraturë, pa prekur studimet themelore. Sistemi ka qenë i mbyllur, sistemi ka qenë indoktrinuar,
sistemi ka qenë prolix, sistemi ka qenë shumë skolastik, sistemi nuk ka qenë eficient, nuk ka qenë i hapur për tregun, dhe sistemi nuk ka qenë i ndërkontarizuar. Këto 6 dobësi serioze lypet të riparohen, por të nuk mund të parohen overnight. Pra nesh para me të drejt nga projektusit e draftit, raportit, që zbatimi i kësaj reforme do të skedulohet me një kalendar kohor relativisht të gjatë. Pse do shtrihet kalendar kohor të gjatë? Sepse kemi të bëjmë me një ndryshim substancial të modelit të universitetit, i cili nuk do të dëmtojë produktin aktual që kemi, studentët që kemi në proces. Studentët duhet të jenë të qetë, studentët dhe prindërit që do të vijojnë me këtë model dhe do të adaptojnë gradualisht parimet e reformës, pa cënuar asnjë financë të studentëve, asnjë kredit të tyre, asnjë orë mësimit pedagog dhe asnjë kontribut akademik. Duke respektuar këto, skedulimin kohë është i domosdoshëm për të kthithur modelit të ri, që është shumë vështirë, it's very difficult to digest new food. Është shumë vështirë për ty për një ushqim të ri, për njeriu, është tepër vështirë, sa do i mirë ushqimin të tjetër. E njëjta gjë për universitetet. Gjithashtu do shtrihet kohë edhe për arsye buxhetore financiare, sepse për të kaluar nga 1.82% e GDP-s në 3.5% e GDP-s do duhet një korrigje e konsiderueshme, pra nga 45 milion në të shkojë gati të 90-100 milion euro, ndoshta 120 milion euro, vetëm financimi nga publiku, nga financimet publike, po financimet e shoqërisë sa do të jetë, po financimet e grupeve të interesit sa do të jetë, dhe cilët do të jetë kapaciteti i gjenerimit financave nga vetë universiteti, nga produkti i tyre, akademik, shkencor dhe inovacion. Të dashur kolegë, këto janë disa parimet përgjithshme të modelit që sugjerohet nga grupi i debatit. Ky është draft. Nëse çdo draft ka nevojë për debat. Draft debate. Kemi nevojë që për debat ta zhvillojmë, ta shtrijmë në ju me prindërit, me familjet, me profesorët, në auditor, kudo që të jetë, sepse është një pjesë që ne hyjmë në histori si gjenerat pedagogësh në studentësh për adaptime për parë në historinë e Shqipërisë universitare të modelit anglosakson në mbështetje sociale. Universitetet më të suksesshme, Cambridge, Oxfordi, Harvardi dhe universitetet tjera janë ato që sot qëndrojnë në 10 universitetet më të mira të botës janë të gjithë këtij modeli anglosakson, mbështetje sociale nga financë të mbështetjes së shoqërisë. Faleminderit profesor Bashkurtit për paraqitjen dhe sensibilizimin e studentëve. Asnjë element, asnjë faktor të arsimit të lartë. Prandaj është më rëndësishme të marrë të gjithë në projekt të gjithë,